A do të qëndronit në Evropë diku me një rrogë 5.000 euro, apo në Kosovë me 500 euro? Unë në Kosovë me 500 euro jetoj me 500 euro, nëse din me menagju jetën e këtë, në përpona në Kosovë. A më i veç pak se zonja Emine, 500 euro apo 5.000 euro? Jem lutë mësë ma bo këtë pyetje. Emine dëshmon që sa vite jeton. Vetëm diçka sa kete pyetja për shembull e studimeve, këto nuk po shkoj të studimet, prom që e kam dëgju një të këta fëmija shkollëve e klasëve tulta, se kam shkollën afër ato ku jetoj, edhe i pash edhe raje biset, tha se në pauzë, çdo fëmijë e ka një shujt të vogël diçka që nuk paguhet. Prej shkollës që nuk paguhet. Ju them me sinqeritetin më të madh, atje ja vjepën bukën me veti se nuk ja jepin. Obligative kemi ja pregatit. Të vetëmen qka e kanë, nga një herë këta bujqët që kanë shumë pemë, i mushin atë shporten edhe javqojnë fëmive ja u falin ato, si dhurat kush dënë me marrë nga një. Diçka du të me pos mirë. Edhe kjo është gabim, të me pos nga tjenë për klasë partë në tonë. Vetëm e dëgjova. Në vetëm e dëgjova këtë, nuk e di ashtë ashtu ajo. Kom Liviz edhe në Evropë. Edhe atje shujta që i mojnë fëmija, ka një kiflë në shkollë, këto për klasë partë në 4 në mojnë edhe në Evropë. Po mi klasë 4 nuk me shujtë kërkush këto. Në Evropë si morën. Kom qenë për shkolla, më ka radhe me po. Ka shkolla, se në Kosovë nuk i kike shkolla që morën shujtë, garantoj këto. Fëmijëve të mi ju kum blet gjithë, ju kum përgatit vetën shpin gjithë. Unë e kam mundësin, kom pas mundësin me jetu jashtë, jo morën Kosovë pavarësisht pesimizmit në këtë emision, kom pas mundësi, kom halo aktualisht mundësi. Kom najtë Kosovë për 5.000 euro kime pagu qiron, kime pagu gjithçka, edhe i fund a mundesh me i kushtu apo ju 500 euro. Po, unë e di se tash të tregoj, unë një rast për merë konkret, jo për me marë shembuj tjerë. Nana jam ju ka nështru një operacionin në Amerikë, jeton Kosovë, ka letat Amerikë, vllazja paguajnë atje sigurimin që kushton $250.000, pas ka pagu as i cent. Edhe në Kosovë një grip me trat i del minus për 13 ditë. Ja, në Kosovë shërbime shëndetësore në pa pare. Ja, jo, po mjekimet, pastaj blerja e banave, profesor, në QKUK, unë, sa herë që i nonën tem në Kosovë, unë blej barna, se ka barna esenciale si qënë QKUK. Analiza ka rast që mu ka dash me bo në privat, sepse nuk i ofron QKUK-ja. Le mosh shtëpit e shëndetit. Nuk po du tash me bo zi këtu, po nuk krahasohen këtu. Unë po jetoj në Kosovë me 500 euro pog, jetoj në Kosovë, ju më ka rrinë në Kosovë për hirtë familjes, për hirtë që po du me po venin tam të ecë për porën, nëse unë me kontribu. Po, mos i kisha antar tjertë familjes në Gërbet, nuk ja kisha dorë me 500 euro, të garantoj sigurt, edhe unë kisha jetu jashtë momentin që kom pas mundësin. E kom pas mundësin, e kom ende mundësin me jetu jashtë, nuk po jetoj sepse më bëlloj me të ordrat të tjera, po jo me rrogën Kosovë. Një pyetje tjetër më u lidhe qëto, se për shembull na i na mësuan është pak më herët, po folje, ka punu vesh një familjar edhe çaj familjar ka